Horoskopi ditor, 30 janar. Energjit dhe mesazhi për çdo shenjë. Data 30 janar sjell një energji më të qartë dhe më të drejtë për drejtë, ku shumë mendime fillojnë të marrin formë konkrete. Kjo ditë nuk toleron shmangjen, por shpërblen vetdijen dhe zgjedhjet e menduara. Disa shenja do ndjejnë nevojën të mbyllin çështje të hapura, ndërsa të tjera do kuptojnë se drejtimi i ri kërkon përgjegjësi emocionale. Energjia e kësaj date thekson rëndësinë e balancës mes arsyes dhe ndjenjës, sepse çdo ekstrem sjell lodhje. Kur veprimi përputhet me qëllimin, qartësia rritet ndjeshëm. Dashi. Një ndjesë urgjencë shfaqet që në fillim të ditës, por kontrolli i impulsit është thelbësor. Në fushën profesionale, një situatë kërkon durim dhe strategji, jo reagim të menjëhershëm. Vendimet e nxituara krijojnë tensione të panevojshme. Në marrëdhënie, nevoja për të pasur gjithmonë të drejtë duhet zbutur me dëgjim aktiv. Një qasje më e butë përmirëson ndjeshëm komunikimin. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Emocionalisht, qetësia vjen kur energjia kanalizohet drejt prioriteteve reale. Kjo ditë nuk është për prova force, por për zgjedhje të mençura. Kur frenon nxitimin dhe vepron me vetdije, hapet rrugë më e sigurt për përparim dhe stabilitet afatgjat personal. Demi. Një ndjenjë stabiliteti kërkohet që në orët e para dhe dita favorizon organizimin praktik. Në punë, përqendrimi te detajet dhe përfundimi i çështjeve të mbetura sjell ndjesi sigurie. Shmang shpërqendrimet e panevojshme. Në marrëdhënie, qetësia jote krijon besim dhe afrimitet emocional. Një bisedë e thjeshtë forcon lidhjet. Financiarisht, dita është e përshtatshme për rregullim buxheti dhe planifikim afatgjat, jo për rreziqe. Emocionalisht, balanca ruhet kur ndiqet një ritëm i qëndrueshëm. Kjo ditë shpërblen durimin dhe zgjedhjet e maturuara. Kur i beson procesit dhe nuk nxiton, gjërat rrjedhin natyrshëm dhe ndërtojnë bazë të fortë për vendime të qëndrueshme. Binjakët. Një fluks mendimesh shfaqet herët, por fokusi është çelësi kryesor. Në punë, është e rëndësishme të mos shpërndash energjinë në shumë drejtime njëkohësisht. Një prioritet i vetëm sjell rend dhe lehtësim. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur ndihmon në sqarimin e keqkuptimeve të vogla. Një bisedë e sinqertë përmirëson klimën emocionale. Financiarisht, dita është neutrale, por kërkon vëmendje ndaj shpenzimeve të vogla. Emocionalisht, qetësia vjen kur mendimet strukturohen. Kjo ditë nuk favorizon vendime të nxituara, por rishikim planesh. Kur idet vendosen në rregull, ndjenja e hutimit largohet dhe qartësia rritet gradualisht. Gaforja. Një ndjeshmëri më e thellë shfaqet dhe kërkon vetëm mbrojtje emocionale. Në punë, një vërejtje duhet marrë me qetësi dhe reflektim, jo personalisht. Qëndrimi i matur rrit respektin. Në marrëdhënie, nevoja për siguri është e fortë dhe kërkon komunikim të butë. Shpreja e ndjenjave ndihmon afrimin. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Emocionalisht, forca rritet kur vendosen kufi të shëndetshëm. Kjo ditë nuk është për vendime madhore, por për përkujdesje dhe vëzhgim të brendshëm. Kur dëgjon intuitën dhe nuk neglizhon nevojat personale, zgjedhjet bëhen më të qarta dhe më të sigurta. Luani. Një dëshirë për të marrë drejtimin është e pranishme, por balanca është e domosdoshme. Në punë, respektimi i roleve dhe komunikimi i qartë shmang keqkuptime. Një përgjegjësi e vogël e menaxhuar mirë rrit besimin. Në marrëdhënie, vëmendja dhe prania vlen më shumë se deklaratat e mëdha. Financiarisht, dita favorizon rishikim shpenzimesh dhe vendime të maturuara. Emocionalisht, stabiliteti rritet kur nuk kërkohet vëmendje e vazhdueshme. Kjo ditë mëson vetkontrollin dhe maturinë. Kur vepron me zemër të hapur dhe qartësi, rezultatet bëhen të qëndrueshme.
Respekti ndaj kufive personal ndihmon në ruajtjen e autoritetit pa imponim dhe në ndërtimin e harmonisë afatgjallë. Virgjëresha. Një nevojë për rregull dhe qartësi shfaqet natyrshëm. Në punë, përfundimi i detajeve të hapura sjell lehtësim dhe ndjesi kontrolli. Analiza është e dobishme, por shmang perfeksionizmin e tepruar. Në marrëdhënie, sinqeriteti i thjeshtë krijon afrim më të fortë se kritika. Një sqarim i vogël zgjidh pa qartësi. Financiarisht, dita është e përshtatshme për planifikim dhe organizim. Emocionalisht, balanca rritet kur lihet hapësirë për fleksibilitet. Kjo ditë mëson se jo çdo gjë kërkon kontroll absolut. Kur i beson procesit dhe ruan ritëm të qëndrueshëm, qartësia rritet dhe mendja qetësohet ndjeshëm. Peshorja. Një nevojë për ekuilibër ndjehet qartë dhe dita kërkon vendime të drejta. Në punë, bashkëpunimi i hapur sjell rezultate më të mira se sa hezitimi. Qëndrimet e qarta shmangin keqkuptime. Në marrëdhënie, dialogu i ndershëm forcon besimin. Një sqarim i vogël sjell qetësi emocionale. Financiarisht, ruajtja e masës mbron stabilitetin. Emocionalisht, balanca arrihet kur vendosen kufi të shëndetshëm. Kjo ditë favorizon zgjedhje të menduara dhe respekt reciprok. Kur vepron me integritet dhe qetësi, ndihesh më i sigurt. Reflektimi i matur ndihmon në ruajtjen e harmonisë dhe energjisë personale. Akrepi. Një thellësi emocionale shfaqet dhe kërkon sinqeritet. Në punë, transparenca ndihmon në mbylljen e çështjeve të ndërlikuara. Shmang strategjitë e fshehta. Në marrëdhënie, ndjenjat intensifikohen dhe kërkojnë komunikim të hapur. Mbajtja e emocioneve brenda krijon tension. Financiarisht, vëmendja ndaj detajeve mbron interesat. Emocionalisht, lëshimi i kontrollit sjell çlirim. Kjo ditë favorizon transformimin dhe pastrimin e energjive të vjetra. Kur pranon fundet e nevojshme, hapet hapësirë për fillime më të pastra. Reflektimi dhe durimi ndihmojnë rigjenerimin dhe qartësinë graduale. Shigjetari. Një nevojë për orientim të qartë shfaqet dhe dita kërkon fokus. Në punë, shmang shpërndarjen e energjisë në shumë ide njëkohësisht. Një zgjedhje e qartë sjell lehtësim. Në marrëdhënie, sinqeriteti mbi planet shmang pa qartësi. Financiarisht, dita kërkon maturi dhe shmangje të rreziqeve. Emocionalisht, qetësia rritet kur ekziston një vizion i qartë. Kjo ditë nuk favorizon nxitimin, por reflektimin. Kur vepron me vetdije dhe përgjegjësi, qartësia rritet. Organizimi i mendimeve ndihmon në ndërtimin e stabilitetit afatgjallë. Britsjapi. Një fokus i fortë te përgjegjësitë shfaqet dhe dita favorizon konsistencën. Në punë, përpjekjet fillojnë të vijnë re, edhe nëse rezultatet nuk janë të menjëhershme. Në marrëdhënie, kërkohet më shumë prani emocionale. Financiarisht, dita është e përshtatshme për planifikim strukturor. Emocionalisht, siguria rritet kur ruhet kontrolli i brendshëm. Kjo ditë favorizon durimin dhe vendimet e menduara. Kur respekton kufit personal dhe ritmin e vet, qetësia rritet. Besimi në rrugën e ndërtuar gradualisht ndihmon në konsolidimin e qëllimeve afatgjata personale. Ujori. Një nevojë për qartësi mendore dhe riorganizim shfaqet natyrshëm. Në punë, idetë inovative kërkojnë strukturë për t'u zbatuar. Në marrëdhënie, komunikimi i drejtpërdrejtë ndihmon afrimin emocional. Financiarisht, dita është neutrale, por kërkon kujdes. Emocionalisht, balanca vjen kur shmanget presioni i jashtëm. Kjo ditë favorizon reflektimin dhe rishikimin e prioriteteve. Kur origjinaliteti bashkohet me përgjegjësinë, lind qartësi. Hapësira për mendim dhe qetësi ndihmon në ndërtimin e ideve të qëndrueshme. Peshqit. Një ndjeshmëri e thellë kërkon vetkujdes dhe qetësi. Në punë, shmang përthithjen e stresit të tjerëve.
Në marrëdhënie, nevoja për siguri emocionale rritet. Financiarisht, dita kërkon maturi. Emocionalisht, qetësia vjen kur respektohen kufit personal. Kjo ditë nuk favorizon sakrificat, por balancën. Pushimi dhe reflektimi ndihmojnë rigjenerimin. Kur i jep vetes hapësirë për qetësi, energjia stabilizohet dhe harmonia rritet gradualisht. Energjia e 30 janarit fton në vetdije, balancë dhe zgjedhje të menduara. Mesazhi i çdo shenje është udhërrëfyes për mënyrën si ndërtohet qartësia dhe stabiliteti gjatë kësaj dite. Shkruaj në komente shenjen tënde dhe çfarë mesazhi të preku më shumë. Pëlqej videon për të mbështetur përmbajtjen ditore. Abonohu që të mos humbasësh parashikimet e ardhshme. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për qartësi.